Njësitë elitet e policisë, hetuesit e antidrogës dhe prokurori mësyn të shpartallojnë të dyshuarit e mbetur në hartën e grupit të organizuar kriminal i cili kultivoi mbi 1000 kg drogë në rajonin e Pejës. Të dyshuarit strehohen në Pejë Gjakov dhe operacioni do jetë i befasishëm duke u zhvilluar në të njëjtën kohë. Drejtuesit e operacionit nga policia dhe prokuroria e shtetit janë në aksion për të përcjellur ngjarjen. Prokuror, ashtu do, mbram që jemi kontakt dhe kem komuniku të orë vona. Sa i përket hetimit, që kemi pas lëvizje të persona përshim, çka edhe të na pak ka kriju një shqetësim. Mirë po, kem qëndru të vonë, kem du i përcjell, edhe me njësi tjera. Bazuar në hetim, do nga thonë edhe në vëzhgim edhe masa tjera, personat të përshim kemi gjetë në lokacione, dhe manimit të tyne, që besoj që gjithë shkët do shkojnë prejbo. Edhe njëmi bindum që sot kemë arrestu dhe me finalizu komplet të klasë. Në pak minuta, policës speciale ofrohen afër banesës ku jeton i dyshuari. Informacioni tregonin se ai është i armatosur me Kalashnikov dhe dyer duhet të shkallmohen për të garantuar siguri. Kem urën për gjykate për më kryevarësi. Paralelisht, operacioni vazhdon në lokacionin tjetër në Pejë. Atje specialet do zhvillojnë një ndërhyrje tjetër tek i dyshuari. Shtëpia e tij ka një derë të blinduar dhe kërkohen pajisje speciale për të zhvilluar depërtimin. Në një operacion të koordinuar brenda 2 minutave, banesa dhe shtëpia e të dyshuarve për drogë në Pejë janë vendosur në kontrollin absolut të policisë së Kosovës. Të dyshuarit janë shtrirë për tokë, ndërsa të gjithë personat afër tyre janë nën kontrollin e policisë. Koordinimi i operacionit është i ngjashëm edhe në zona tjera. Në Gjakov i dyshuari tjetër është neutralizuar në një operacion të shpejtë në minutat e para.